Të dhënat e Bankës së Shqipërisë për 6 mujorin e parë të 2025-s treguan një vijshmëri të forcimit të monedhës shqiptare kundrejt monedhës europiane. Në një intervistë ekskluzive për RTS, zëvendës guvernatorja e Bankës së Shqipërisë, Natasha Metaj flet për trendin e forcimit të lekut dhe rendit një sër faktorësh kryesor. Kontributi kryesor ka ardhur, prandaj thash, eksporti totali, sepse ka ardhur nga eksporti i shërbimeve, kryesisht nga sektori i turizmit, nga më pak se 2 miliard euro në rreth 5 miliard euro. Fluks domethënës së hyrjes së euros edhe nga remitancat. Në Shqipëri kanë hyrë rreth 5.3 miliard euro, me një normë rritje mesatare vjetore diku te 14%. Dhe së treti kemi vjon tendenca e rritjes së investimeve të huaja direkte. Sipas Ahmetaj, kjo ka bërë që për herë të parë në vitet e fundit të kemi një bilans të pagesave me suficit. Ky është një fakt që nuk ka se si të mos shpjegoj, që kemi një fluks të madh të regjistruar në bilancin e pagesave. Ahmetaj foli edhe për praninë e Bankës së Shqipërisë në tregun e këmbimit valutor. Shqipëria ka regjim të lirë të kursit këmbimit, por ne jemi prezent në tregun valutor, sa herë që shohim që zhvillimet në këtë treg mund të përbëjnë rrezik për dy objektivat tanë primar, që është stabiliteti monetar dhe stabiliteti financiar. Ahmetaj deklaron se ndërhyrjet kanë për qëllim kryesor frenimin e shpejtësisë së forcimit të lekut me qëllim absorbimin e drejtë nga agentët ekonomik në treg.